Episodi i djeshëm i Mirëmbrëma yje i Arbana Osmanit është kthyer në qendër të kritikave të ashpra nga publiku, duke u akuzuar për mungesë etike dhe bullizëm televiziv. Në panelin e të ftuarve ishin Arjan Konomi, Inida Gjata Zhaku dhe Jacqueline Lekatari. Gjatë një rubrike ku shfaqeshin foto të personazheve publike për të komentuar, situata degradoi në ofendime personale ndaj personave që nuk ishin të pranishëm në studio. Kur në ekran u shfaq fotoja e Eglës, komentet e të ftuarve ishin të rënda. Jacqueline Lekatari u shpreh homofobe, ndërsa Zhaku nuk u përmbajt duke thënë: "Kjo është idiote komplet." Nga ana tjetër, Arjan Konomi e injoroi duke thënë: "Nuk e njoh." E gjithë kjo situatë u shoqërua me të qeshura nga të pranishmit, përfshirë edhe Arbanën. Ky moment ka shkaktuar zemërim të ndjekësit në rrjetet sociale.